Të nderuar vëllezër besimtar, ju agjerus të respektuar, tema e sodit ka të bëj rreth çështjes së syfyrit. Edhe pse si emër është i njohur për juve dhe e ka atë do të thotë domethënien e vet, dhe ne syfirin me shekuj e kemi të trashëguar. Edhe secili prej nesh në një farë formë mënyre e kupton e din se çka është. Mirë po, nëse futemi në detale, do të shohim se ka mjaft gjëra të cilat janë shumë të rëndësishme edhe të cilat kanë atë domethënien e vet. Vet fjala syfir është fjalë e cila tash në zhargonin ton popullor është i njohur. Mirë po nëse e marrëmi në esencë edhe në thelb këtë fjalë, do ta shohim se syfir apo suhur, që është në gjuhën arabe dhe në fjalorin e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nën kupton është koha e fundit e natës. Do thotë nëse nata i ka 3 pjesë, kjo është syfiri, është fundi i pjesës së tretë. E kemi atë kohën e cila është prej akşamit deri në jaci, mandej e kemi prej jacijës deri te gjysma e natës, dhe mandej mas gjysmës natës quhet koha e syfyrit. Kjo nënkupton dikon prej orës 2 të mesnatës e deri në agim në mëngjes, kjo është kohë e syfyrit. Andaj Kurani e ka quajtur një prej kohëve më të përshtatshme ku besimtarët mund t'i lutin Allah të fuqiplot për kërkesat e tyre, për lutjet, për gjithçka çka i brengos dhe çka ka në shpirt. Andaj Kurani tha: "Es-sabirine was-sadiqine wal-qanitine wal-mustaghfirine bil-ashar." Ata të cilët i lutin Allahut për falje, thot koha më e përshtatshme edhe grupi më i përshtatshëm ko kanë ata të cilët zgjohen në këtë pjesë të natës, edhe mund të falin edhe 2 recate apo 4 recate namaz, dhe mas faljes së 2 recateve apo 4 edhe të bëjnë lutje edhe dua, nga se është hadithi tjetër i pejgamberit alayhis salam, i cili thot: "Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya." Thot, në këtë kohë, Allahu Gjeleshanu zbret në qiellin e kësaj bote. Qielli i cili neve na rrethon, zbret Allahu fuqiplot, edhe thot: "Hel min mustaghfirin aghfir lehu." A ka dënjo prej jush i cili kërkon falje edhe shlyerje të gjunav që ta fali atë. "Hel min sa'ilin utihi lehu." A ka dikush i cili kërkon diçka edhe t'ja plotësoj atë kërkesë. Mandej thot: "Hel min da'in astajib le." A ka dhe një thirrës i cili më thret mua edhe unë t'i përgjigjem thirrjes së tij. Do thot, krejta këto plotësime dhe krejta këto thirrje janë pikërisht gjatë kohës së syfyrit. Dhe besimtarët, kur pejgamberi selam tha: "Tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka." Tha: ngritni edhe kryeni syfirin, bani syfir. Tha se koha e syfirit është koha më e begatshme që mundet me jetu besimtari. Edhe ajeti kuranor që tha: "Wal mustaghfirine bil ashar", edhe ata të cilët kërkojnë falje në syfir nuk kthehen prap. Duart e tyre nuk kthehen bosh. Ne e dim se duaja a realizohet aty për aty, a mas një kohë Allahu Gjeleshanu ja le për shpërblim, me rëndësi se duaja ati që bën në këtë kohë është prej kohëve më të përshtatshme, më të mira që mundet mi u lut besimtari Allahut fuqiplot.